dhe të them të drejtën, e them me keqardhje, mënyrën e funksionimit edhe asaj punës profesionale që është zhvillu, është scenu me futjen e tyne në antarëve të lëvizjes vendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Puna KQZ-s u scenu me ardhen e tyre, Sepse gjithmonë janë ardhur me paragjykime. Madje si thot një thënie, po parafrazoj kështu greke dhe dhurata ku t'jep do të më pas kujdes. Këta edhe punët e mira që kemi sënu mi bo, nëse kanë ardhur nga ne janë konsideru të papranueshme dhe jo të përshtatshme për ta. Ne në kohën e fundit e patëm edhe që me thonë përpjekje për me na ba me listën serbe. Ku na pithu? Ta janë me listën serbe. Ku na pithu me listën serbe? Do të thonë, po kjo është një përpjekje populiste e cila po mendoj që as nuk do duhet të shërbehen, e as nuk do duhet të drejtohet gishti në drejtim të atyre që përpas shtetit i kanë ndërtu edhe institucionet, i kanë ndërtu edhe partneritetet e fuqishme të kësaj republike. Prandaj, po harrojnë... Të jep siklet të lirë kjo, kur ju akuzojnë ju për... Po, ne tashme... Jemi aty tru profesionale, po... Tashme jemi edhe të mësum paka shumë adhin me gjuhën edhe diskursin e vrasht cilin e kanë, nuk me bën shumë përshtypje të thëmë të drejten, për faktin se e di se ku qëndron e vërteta. Ne kemi një rast të vitit 2019. E thash në mbledhjen e parafundit, sepse sikur kanë harru memorën institucionale. Në 2019, rezultati zgjedhor kej atill që nisma socialdemokrata atëherë nuk mund të futej në parlament për faktin se ishin mi 4320 pako fletvotime të ardhur nga Serbia. Ishin fletvotime të kontaminuara, të ardhura pa procedura, të mbushura në Serbi dhe të ardhura me kombin në Kosovë. Unë kundërshtoja që ato të futeshin proces. Të them të drejten jo për shkak se mos futja aty në jep të përparësi një subjekti politik në Kosovë, këtë rast nisëm sociale që të futin parlament. Po për shkak që ato ishin botat e kompromituara, të cenuara. Po, të cenuara. Dhe nese KQZ erdhëm përfundim që mos t'i përfshim në rezultatet përfundimtare. Po. E di çfarë ka ndodhur? 2019, që lëvizjave të vendosje kanë kimu në PZP dhe Gjykatë Supreme që ato të futen në rezultat. VV në 2019 kishte është tanku në PZP në Gjykatë Supreme. Deri në Gjykatë Supreme që votat nga Serbia votat të ardhur nga Serbia të futen në rezultatin përfundimtar për arsye se nisma socialdemokrate nuk futej në kuvend. Domethënë ka edhe kësi lojna politike të cilat u thu këtë, u kujton këtyre të vetëvendosjes? E kam thënë për herë të parë, kam thënë në mbledhjen e KQZ-s para ca dite. Po. Në mënyrë se u bë përpjekje me na portretizuar ne se jemi me listën serbe pa çka që 2019 VV kërkoi që fletvotimet e ardhura të mbushura në Serbi, ku do në zyrat qeveritare atje të Vučićit, të numëroheshin, të hyjnë në rezultatet. Janë aktgjykimet dhe të personave që kanë ankimu procesin. Do të thotë kjo është e vërteta. Kështu që... Pse po heshni, Gashi? Pse ekziston një përshtypje që Karshillakun në këtë situatë mbase duhet ta keni më të zëshëm. Mbi faktet, mbi ato që... Si them, po që se trajtohen çështjet edhe temat në mënyrë në tavolinë të qeta dhe përmbajtësore, sikur nuk pe kanë senzacionin e publikut edhe. Ndoshta këto nuk është që është mbete pa thënë, po faktikisht po duhet... Nuk e bëjmë zhurmusin, po. Nuk e bëjmë zhurmusin, pa çka ata kërkojnë me bërë zhurmusin dhe duke mos rënë në
kanopin e tyre, si thuhet, atë ndoshta nga njëherë mbeten gjërat, edhe pse të thëna mbeten e heshtje.